Atëherë Sajmiri, jemi sot në datën 3 qershor në Vlorë. Po, jemi në protestë në Vlorë. Si shikon? Po. Ona bashkohen dhe qytetarët. Po. Atëherë për çfarë bëhet kjo protestë? Atëherë sot është vazhdimësia protestave për zonat e mbrojtura, për privatizimin pa transparencë në mënyrë kriminale të pronës publike dhe të zhvatjes së zonave të mbrojtura. Isporë, Nar, Zvërnec, gjithashtu dhe Sazanish. Atëherë qytetarët në Vlorë, siç po shihet edhe numri i tyre po vjen e poshtohet, djeshmëria po rritet, urojmë që kjo qeveri që nuk ka, për mendimin tim, për momentit, po jetojmë, nuk ka as sy, as vesh të dëgjoj popullin e vet. Ndodhemi përballë një qeverie që nuk gjen fjalë, nuk e di, nuk gjen fjalë, që po e shet pronën në mënyrë nuk e di ta falësh, nuk do të quhet ta falje. Mund të quhet zhvatje, po jo, nuk e di, as shitje. Nuk i vë të temën. Po, Sajmir, kemi një protestë tjetër në Tiranë në të njëjtën kohë, tash në orën 6 duhet të ketë filluar, ne jemi pak a shumë në 7:15, tash që po flasim. Përveç protestës madhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kemi një peticion të iniciuar fillimisht nga një parti politike e vogël, po në vazhdim janë qytetarët ata që po nënshkruajnë këtë peticion, duhet të kaluar diku te 15.000 pjesëmarrës, firma, domethënë. Duhen rreth 50.000 që të sa ka arritur? Ka kaluar 15.000 firma, 16.000 diçka e tillë, për 4 ditë dhe duhet të arrijë kuota 50.000 firma që të kalojnë në referendum këto dy ligje. Ligji i zonave të mbrojtura dhe i paketës maleve. Ti si shikon gjithë televizje, protestë në Vlorë, protestë në Tiranë, në dy vende në Tiranë? Ne urojmë që të protestohet në të gjithë vendin, jo vetëm në Vlorë edhe në Tiranë. Ne urojmë që qytetarët të kuptojnë që po zhvaten. Të dyja paketat dhe projekte strategjike dhe paketa e maleve janë të dyja paketa ligjore që janë haptas abuzive dhe domethënë është një mënyrë e sofistikuar për të vjedhur pronën tok publike apo edhe tok private qoftë, siç po ndodh për shembull edhe në Rjol. Ndërkohë që rata më skandaloze, për shembull siç është rasti i Zvërnec Isporë Narës, që po vide dhe zona e mbrojtur. Po largohen flamingot, po shkretohet një tokë e bekuar dhe po kthehet në një tokë të nemur. Dhe përgjegjëse nuk diskutohet përgjegjëse për këto veprime dhe për këto akte janë vetëm qeverit. Vetëm qeverit. Qeveri që kanë qenë edhe qeveri që është, qeveri aktuale. Kjo protestë në Vlorë do vazhdojë, Sajmir? Po. Kjo do të vazhdojë. Ditën e shtunë kemi dhe protestën e radhës në Zvërnec. Po të shtunë duhet ketë një protestë tjetër në Akrënin, në hidrovorin e Akrënisë. Qytetarët na bashkohen nga gjithë vendi, sepse atje konkretisht atje është vendi i krimit. Konkretisht atje është plaga. Atje duhet treguar, domethënë që kjo nuk është tok e Xanun. Okej, kjo është tok e të gjithëve neve, është tok publike, është domethënë është një diçka, është pasuri e rrallë. Kudo në botë do ta mbronin edhe me jetë këtë lloj gjallërie, atë lloj larmishmërie e gjallësash që ka atje. Ne flasim të si mjedisor, janë 230 specie të rralla që jetojnë atje, që nuk ndodhen në rrezullin toksor. Një specie nga ato ka një rëndësi të veçantë në ekosistem. Për shembull, mund të përmendim rastin e bletëve. Nëse shuhet bleta, jeta në tokë do të ishte e pamundur. Po. Në rregull. Ne ftojmë qytetarët ditën e shtunë gjithashtu të protestojmë kundër arrogancës, kundër një pushteti të inkriminuar deri në pasurisë së popullit, okay, po.
Urojmë që ta bashkohen sa më shumë qytetarë. Kemi edhe Qaniun aty, do thot diçka Qaniu si ambientalist? Po. Qano, do t'i thosh ti? Atëre përshëndetje. Përshëndetje Qani. Si që shikoni, do dhe me këtu në Vlorë, në protestën e radhës, për protestë qytetare, si që shikoni gjatë rrugës, për të shesh zamurit ku neve po utojmë, po shikojmë që po në bashkohet një pjesë e mirë qytetare. Protestë e radhës e kemi ditën e shtunë, Bethirje gjithë për një pjesëmarrje sa më digjitoze në zhvënes, gjithë në shtunë. Qani, ju si mendoni, vetëm me protesta mund të realizohet ky qëllim që kanë ambientalistët në Shqipëri? Po vetëm me një reagim të ashpër, një reagim fakt të mbrapsh. Një reagim marrë qytetar të sa të thoshe. Po rruga ligjore që mund të ndjekin ambientalistët në drejtim të institucioneve shqiptare, cila është? Si? Rruga ligjore që mund të ndjekin ambientalistët apo shoqatat e ndryshme, jo qeveritare që merren me ambientin. Po përgatiten edhe për të drejtuar drejtësisë, madje, e do të shkojmë dhe më tej, deri në organizmat evropian, pasi Këshillin qeveria jonë e ka marrë dhe nga Agjencia Europiane e Mjedisit për të masakra mjedisore që po bërë. E ka marrë këshill, disa herë, do më është edhe një pikpyetje e madhe për kapitulli 27 në negociatave. Nuk e di ku e gjen forcën ky kryeministër arrogant, që s'do të di fare as për akte normative, as për këshillat që Europa po jep, nuk e dim se si e mendon, ndaj dhe neve reagoj fuqishëm ndaj kësaj marrëzie atij kryeministrit. Kemi një mesazh tjetër Qani për publikun? Jo, faleminderit. Faleminderit atëherë.